Valla ma përpara jam kon, qysh me të thonë, pa shkollë, pa i varfën, 50.000. 50.000 euro. Po. Çka punove atje? Çka punon? I kem lokalet e tona, kafiqet, po. Do të thonë një biznesmen. Po. Përshëndetje. Si je, e mirë? Mirë faleminderit, ju? Mirë, faleminderit. Jemi për emisionin 05, prej nga jeni. Unë jam prej Prizrenit. Prej Prizrenit. Po, jetoj në Gjermani. Jeton në Gjermani. Po. Erdhe me vizitu Ferizojën? Po, Ferizajn. Si po duket? Valla shumë mirë, faleminderit, shumë Mirë, mirë. është i raport që i Ferizaj? Ha? Është i raport që i Ferizaj? Jo, kom shoke, kom dashamire, kom meqe. Do të thonë vjen shpesh. Po, po. Çdo mot. Rregull, në vjen mirë. Indërum çka punon atje me çka mirë? Valla, unë jam gati 19 në Gjermani atje. Po. Jo me familje, me nusën, që edhe këta po inqizojnë. Indërum, Nipa. unë po të shoh aksesur goxha shumë. Me Shqipunjë. Apo më tregon pse i ke vendosur aksesur me Shqipunje edhe sa është vlera atyre komplet. Vallai, po unë jam rrit në Kosovë edhe shqiptar jam, e di vetën që jam shqiptar, edhe shqiptar do vdes. Vlera atyre sa është? Valla, me të kallëzu drejt një... Që e vapë shumë, me kënë të dojnë? Me nipë në Gjermani. Dhe me këta reporterët në Ferizaj. Emisionin 05. Emisionit 05. Shëndetësëm faleminderit. Apo na tregon vlerën? Valla, me të kallëzu Për afërsisht, jo saktë. 50.000. 50.000 euro. Po. Çka punove atje? Çka punon? I kem lokalet e tona, kafiqet, po. Do të thonë një biznesmen. Po, punoj. Çka? Çfarë biznesi? Kafiqet i kom, automatet, Apo? po. Okej, automatët. Po, edhe automata, edhe kafet, me djallin bashkë punojmë. Në rregull, nderuam. Do të thonë ki të hyra goxha shumë. Po, Ka thënë që jeni prej 90-s atje. po. Ma herën në Kosovë, çush keni jetu, çka keni punu? Valla ma përpara jam kon, qysh me të thonë, pa shkollë, pa i varfën, me 13 vjetë këm dalë në Kroaci, këm jetu atje, këm punu dhe i vonë, tona këm ikë këm shku për Zvicë, pej Zvicës dula në Gjermani, e njoftova gruën Gjermonke, u martova, i bona letër, po. I bona letër, ti mura kajtë familjen tona, kajtë për Kosovës i këm qua atje. E thët që ndoshta nuk e keni pas një jetë që shë ki tash, e ke mendu, e ke ndru ndonjëherë këtë jetë, kur ke qenë i ri, kur ke qenë Kosovë, e ke mendu që kemi arrit në këtë pikë? Ja, Jo. ja. Njerë nuk di çka bëhet nese. Unë sot shnash nese i smut, kush nuk e din fatin e vetë, po çush ja cjallë Zoti. Ashtu. Unë po du me të pyet një këshill, një mesazh për rinj që ndoshta punojnë shumë edhe dojnë një jetë luksuze me pos thuj se sigurte, se me pos viq aksesor 50.000 euro, po besoj që gjona tjera janë edhe më në goja. Po, inshallah, qërë ai kush mundohet, Zoti ja dhasht, ma përpara, edhe rinia... Këshilla jote për rinj, një mesazh. Për rinio, sa të mund në shparitin, e më zbojnë dumhaj, si thojnë ata gjermonët, me bo budallaki, si thojnë. Shpenzimet kurta. Me kap me shparit, se po vjen i kohë keqe, se son si përpara o konë nëryshe, sot nuk pëkqyr njën një tjetër, kërkushi, si cilë pëkqyr interesit e veta, dhe jënë prish shumë rinia, jënë prish. Ti po thu me shparit me kursy, ti personalisht, a kursen? Po normal, se kom nipa, qërë nipet e mi. Unë ku des, këtë nipit ja kom boa. Do me thonë, po shumë e ka dhe këto Malik Aslan. Që kjo? Do me thonë, është nipi edhe këto e monte. Kur des, unë e api këtina. E a tjetërën? Këto qështu, ja. Këto si dhja, da? Egal. Në regull, lindrum. Faleminderit shumë, knaci. Vjen mirë për juve, inshallah. Përshëndes. Kalo sa ma mirë. Hajde, faleminderit për juve. Hajde tonë.